Sa njerëz kanë sjellje të mirë me njerëz, veçanërisht me njerëz që nuk I njohin. Ndërsa kur kthehen në shtëpitë e tyre, me familjarët, në gjerën e familjes, me gruan, me fëmijët, me prind, është shumë I ashpër, shumë I vrashtë. Ky njeri është selektiv në moral. Ka moral që e shfaq para të tjerëve, ma u dukin se është I mirë, por realiteti I tij është I brisht. Dhe ka njerëz që kanë moral edhe në shtëpi të mirë, por në raport me Allahun ka moral të shturën, moral të keq. Qysh I bën me pas moral të keq në raport me Allahun? Nuk është I kujdesur në vetminë e tina. Këshir ato që ka ndalu Allahu, qasat ato ku ka ndalu Zoti, dëgjon që ka ndalu e kështu me radhë, shkon në vendat që I ka ndalu. Dhe I vetmi person që mund shku gjitha moralet është ai që praktikon Kur'anin dhe Sunetin, pasi që Allahu na mëson se morali mirë është duke ndjek librin e tij dhe duke ndjek sunetin e pejgamberit e tij. Kush don me arrit pjedestalet të larta të moralit, duhet patjetër me praktiku gjithë ato që ka ardhur në fenë tonë. Kur është pyet Aisha radhiyallahu anha për moralin e pejgamberit alayhis salam, thoshte se morali I tij ishte Kurani. Pra e jetësojke Kuranin praktik. Çdo jetësim I urnave dhe ndalesave quhet moral. Nuk ka mundësi njeri që e kupton mirë Kuranin dhe e praktikon me pas moral të keq.